بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كمالنا زمر جماد اللوتي كمالنا زمر جماد اللوتي شفت رمضان دان وبعض فاتي شفت رمضان دان وبعض فاتي الذهب الصايع قدامه الذهب الصايع قدامه تشان مبرايت يا قداس الموان تشان مبرايت يا قداس الموان اللهم صل على نبي محمد
Paskana
shkojnë, dasmën vllautja e shojnë. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajrja bojna, dyve zoti ju bekot, me mirësi jeta jo shkot. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajrja bojna, dyve zoti ju bekot, me mirësi jeta jo shkot. Trandafili qelmat mod, dhadri janë maj miri sot. Sa ka toka uj me pi, pa që o zot lumëturi. Trandafili qelmat mod, dhadri janë maj miri sot. Sa ka toka uj me pi, jepi o zot dashuri. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajrja bojna, dyve zoti ju bekot, me mirësi jeta jo shkot. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajrja bojna, dyve zoti ju bekot, me mirësi jeta jo shkot. Hajde, hajde, sot të knojna, nimi herë për hajrja bojna, dyve zoti ju bekot, me mirësi jeta jo shkot. Sot është dite ite, dite parë dhe javës, ju gëzu zemra nanës, ju gëzu zemra babës. Sot është dite ite, dite parë dhe javës, por t'ju gëzu e zemra nanës, ju gëzu zemra babës. Qysh e zbukuron pranë verë, hajde do shku mali. Qysh e zbukuron pranë verë, hajde do shku mali. Qashtu gëzohet zemra e nanës, që përma të djali. Qashtu gëzohet zemra e babës, që përma të djali. Elhamdulillah, nana të i kja, ma mund sove zot, ti këdit me pa. Zimmat ma nuk di, për muja di, bekoje për mo, zot qiftin e mi. Pa qita shuri me zveti, si ati që Muhammedi. Pa qita shuri me zveti, si ati që Muhammedi. U bërshi o i bje i mja, si Aliu e Fatimja. U bërshi o i bje i mja, si Aliu e Fatimja. Pa qita shuri me zveti, si ati që Muhammedi. Pa qita shuri me zveti, si ati që Muhammedi. U bërshi o i bje i mja, si Aliu e Fatimja. U bërshi o i bje i mja, si Aliu e Fatimja. Këndoj ti bilbila ore të mali, këndoj ti bilbila ore të mali, po këndoj për dasmën e djali.
Krejt me qefja kem nis, me i knun darësëm zot nis. Krejt me qefja kem nis, me i knun darësëm zot nis. Shoqni e akrabat, gjithë bashkëzimin me ndar. Shoqni e akrabat, gjithë bashkëzimin me ndar. Hajde të kopërajnë marrë të sa ty, sa të jemi mbledhur plek që të ri, sa të bajna darësëm me shet, na i sajnë e knoj me qet.
Hajde t'koprajnë marrë të sa ty, sande jemi mbledhur pleqë të ri, sande bajna darësëm me shyre, na i sajnë e knoj me qenë. Po gëzohet na në vetë, e ka djalin si mren. Po gëzohet na në vetë, e ka djalin si mren. Qfar djali baba ka, gjithë bani mashallah. Qfar djali baba ka, gjithë bani mashallah. Hajde t'koprajnë marrë të sa ty, sande jemi mbledhur pleqë të ri, sande bajna darësëm me shyre, na i sajnë e knoj me qenë. Hajde t'koprajnë marrë të sa ty, sande jemi mbledhur pleqë të ri, sande bajna darësëm me shyre, na i sajnë e knoj me qenë. Hajde t'koprajnë marrë të sa ty, sande jemi mbledhur pleqë të ri, sande bajna darësëm me shyre, na i sajnë e knoj me qenë. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Oj dashuri Allahut që solle drejtësi, ti je vula pejgamberve, ja Muhammed, ja Nabi. Ishe shumë i bunë, ishe shembull për këtë ummet, sjellja jote mirë në takon Zotin në xhennet. Mevlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mevlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi salawatullahi alayhi. Dashurin e zemër e kam, si
أشياء منسومة لو بشرت رسول الله سلام تبعت يا رسول الله صام قمر ماضي مدفع يا حبيب الله شبوت رمانير يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله سلام تبعت يدنا يا رسول الله صام قمر ماضي مدفع يا حبيب الله شبوت رمانير يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله ريت أمتي تتبصر أجد بعض أطفالي من بردو أمريت الظالم لا يشاء بفرية أرسلتي أمريت الظالم لا يشاء بفرية سلام تبعت يدنا يا رسول الله صام قمر ماضي مدفع يا حبيب الله شبوت رمانير يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله سلام تبعت يدنا يا رسول الله صام قمر ماضي مدفع يا حبيب الله شبوت رمانير يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد e falenderojmë Allahun të Gjelal i cili na I ka bërë nasib që sonte me qenë musafir të vllahut tonë Zulkifliut me rastin e martesës së djalit tina Isës, ku një heri ne jemi të gjithë juve vëllezër, miq, dashamir, dashur, shfrytëzoj rastin që vllahut tonë Zulkiflis më bë këtë hajër, këtë zjem familjar të hajër. Edhe Isës I dëshirojmë jetë të lumtur dhe inshallah Allah të gjithë të shikon me të mirat e dunjës dhe të ahiretit, inshallah jetë pasardhës të hajër. Këtu pra I kemi këto vazhdit të cilët për na flojnë ilahia dhe për na freskojnë, inshallah Allah të gjithë I freskojnë me të mirat e tina dhe kemi prezant e të hëzullat e ndërruar të cilët inshallah do të na freskojnë me këshilla të cilat do të japin në rrallë të favor, por zakonisht të na dojnë 40 ditë pa një dhondër, 40 ditë pas I prish dhondër, nuk I ka mend atë të këshillat, po pas e mas të 40 ditëve inshallah bildina I këtën këtë kasetën shkajnë të nëgjëzu kjo studio e mirë, studio fera e I shef këshillat të cilët thot ja kena dhondë. Edhe njëherë pra
falenderit që keni gjetë kohë për me ardhë dhe me zbukurue këtë gzim familjar, inshallah Allahu të gjelar një shpërblim. Ne shkojna pra me një ahi, pastaj fjallën japmi vatan Abdul Fugës që në emër të familjes i përshëndet musafirët. Muhammedin me kelindi, popullin islam e bindi, predikimin atë filloj, tëra jetën ja kushtoj, predikimin atë filloj, tëra jetën ja kushtoj. Bejtullah hajde të shkoj, qapën e ta vizitoj, i juruar është ai vend, Allahun duke përmend. I juruar është ai vend, Allahun duke përmend. Medinën ta vizitoj, Muhammedi ku jetoj, ta shoh vendin jet kundroj, salavatet i dërgoj, ta shoh vendin jet kundroj, salavatet i dërgoj. Bejtullah hajde të shkoj, qapën e ta vizitoj, i juruar është ai vend, Allahun duke përmend. I juruar është ai vend, Allahun duke përmend. Flijen kur ban për Allah, në Arafat të bëjmë dua, Safa Merve të vrapoj, ujin Zemzem të shijoj, Safa Merve të vrapoj, ujin Zemzem të shijoj. Bejtullah hajde të shkoj, qapën e ta vizitoj, i juruar është ai vend, Allahun duke përmend. I juruar është ai vend, Allahun duke përmend. Edhe këtë vitu se shkova, por të tjerët i përcolla, o haqin qoni selam, se për qabe zemram qan. O haqin qoni selam, se për qabe zemram qan. Bejtullah hajde të shkoj, qapën e ta vizitoj, i juruar është ai vend, Allahun duke përmend. I juruar është ai vend, Allahun duke përmend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vesh janë një minutë, atë e di që keni muhabet se një po moti, do me thonë jam i vetëdijshëm që ka është vend takim jeni zatek, po du me cek një farmesile, ka ndodhë në Damask. Kish pasar koha haqit, që a qitë tonë lusë në Allah në Azargjet atë që janë Allah të imbronë dhe haqin, inshallah ka bullë dhe ma bullë t'jo banë. Në Damask e këshin pas zakon, e këshin pas tradit që kur kishte shku dikush në haq, sidomos ai krijetari, ai krijet laku, krijesori i familjes, mallin, amanetin, altonin që e këshin passhue në artari të zlatari. Ja këshin pas lon amanet, i këshin pas thonë që bujëm që këtë altan, që këtë ari me marrujt mua, që prej frikës që mos po hin dikush në shtëpi e po e vjerë. Edhe nisën ki plaku
jetë për me shku në haqë, e me rrugën, e mbledh altonin e shpis, edhe e qënë të arkaria, e qënë të zbatarit, edhe e len atë. Shkon, e krin haqën, edhe kthehet në Damask, shkon në shpinë e vetë, edhe kush akon në Damask për agjire më të vjetër që kanë shku për para rrugës, i thënë një Sukul Hamidije, i ngjan kapalli qarshis, po me vogël ashtë pajki, e ka duqona djath majt ashtë të mshet, janë të ngjeshëm. Duqonët s'munesh me i diktu se cili edhe ku shket. E kthehet kjo agjia prej hoxhit, edhe shkon në shtëpi, Allah shtiset me ato familjet vet, me ato shtëpis vet, nenja 2 ditë, 13 ditë shkon me moral tonë. Edhe tu shkua, hin duqan, merhaba, thot çata manetin, me thot, po morë, sa problem, thot, sa i ki pas, thot, Allah i kam pas e 1 kg dhe 100 gram. Ta ka të gjia jep atonin, thot, boj rëmhe. Edhe kjo i merë, shkon të shtëpia, kalon 1 javë, kalon 2 javë, 1 muj, e mas 2 mujve i be me shku në pazar, prap në qarshi. E duke shku në qarshi, tu shku, kur e shef, duqon, thot, subhanallah, thot. Shka mon, thot, kjo mesele, duqan gjia, im teket se altonin të kalon t'i kon ketër, ki ka hin duqan ketër me i mor para. Edhe kur shkon të ajt, thot, o filan, thot, a ka mor baltonin të ti, thot, jo, beti që 4 muj e kite une, thot, valloj, thot, altonin se pa mora. Thot, shka pa mora, duqan ketër. Ta njëna taj duqoni, shkon taj duqan gjia, thot, selam aleikum, selam, thot. A ma men mu, thot, po mërët moj men, thot, kush jam, thot, kjo ardhe ke rrit një 1 kg 100 gram altan t'i kam donë. Thot, mirë, thot, a ka mundësi me më kalzue, pse një dhave? Pse s'm thave, o t'i filan, nuk i jeve t'i qaj? Pse nuk thave, se s'mi ki dhonë mua? Pse nuk ishtin e lafët në mua? Tha jo, vallaj, ja tipe, tha une me bo qatë pun kur. Tha pse? Tha me pas bo vakimi pas shtil në lafë me ti kishe dole dhe kishe hecna për Damask të thonë që ka huk burnia prej Altanxhive. E kishe bo muhabet që traktar janë Altanxhive, lopova janë Altanxhive. Ta ma mirë mi dhonë 1 kg e 100 gram altan, se mja huk ftirën këtë Altanxhive, zanatlive, e pazarit, gjithve mja huk ftirën. Edhe unë e di që ju shkupjan të ngoni o gjallate, dhe mashallah i një shumë të mirë. E s'besoj për 1 saat e 45 minuta që jam mirë një ftirën këtë shkupit edhe i thone, kanë me thonë njerëzit të singojshin një që gjallate. E di që kënë me bo sabët, a 1 kg altan i ka dhonë veç mos t'ja upe emrin, edhe mos t'ja qite nomin e këtë qative Pazarxhive. Edhe ju, inshallah, 45 minuta këni me bo sabër, veç mos t'ja upe një nomin këti shkupit i thone, që si respektojshin një gjallate. Singojshin një që o gjallate. Andaj një mërtimin edhe një mërt familjes, Allah i shpërblet që keni ardhë, dhe na keni nderuar, na keni gëzuar, edhe inshallah Allah azza wa jall gjithse bashkë në xhenet e Firdaus na bashkon, Allah i shpërblet për respektin, e kështu nëse jeni që kështu, se po i kam lakmi hoxhës Omer ashtu këtu, kur shkën ndarë në Saraj, xhamat më të respektuar, sinqerisht po e them, më nderu, e më që i respektojnë hoxha Allah, se Saraj nuk ka. Si t'ja nisë hoxha me fol, që kështu që gjini shtatë, a di për zmiza me ka përci një. A kur të në ilahije, lirish bani muhabet, se nuk e kina njetë me ju ljot 4 saat. E di që dikush bjuve ka me thonë, në ka nëzonë në gjallar të kishtaj, pa qare të të minguhe. Jo, ne kina me zgat pak, s'kina me zgat pak, se kur tash kina me zgat që s'kina dhe një gjësorë dhe një bitisnë, dhe me thonë, e trao gjallar të dhe ilahije, qa që të 35 me, si shtrot buka, aminin një bajna, Allah ju shpërblet, Allah ju nderot. Për këtë, Allah i inshallah xhenet të Firdaus ju bashkon, kështu regjon e kam që bile për hatër që kur të shkoj Saraj tim faqet parë, mos më dhënë, o gjënë që ma të të shkoj ke, o gjënë e marë Allah, inshallah. Allah nderotë. Abdul, unë e s'jam me tije. I shkon një qfar fisi, e këshin pasim një fugovi. Së kur ju shkaj kënë vërë. Edhe të këshin pas një hoqë vetën, së kur shka të kam ty e këto. Edhe njën i pitin dhe thotë, hoqë kime marë sot me një muhabet, ta anë në ka problem. Edhe ato të logaritë se hoqë e vetë, ishin përgjit gjizë. Edhe tha, të hangë gjizë, për kërë shfar gjizë e mirë. Kërë tha, unë e këllan dashin a gjithë të gjizën për ma përmenë.
E tash, më konë të një koncertët, në ngoj pak ma tepër, po mas e na nashi, e përtëm, se bojnë pak, ma apet nuk ka gojnë, se ka nafë dasën, ka nafën, inshallah Zoti i shpërblet. Se një ditë shkova, ta shkajni bombe, ta jo gjallata, ders në gjami, ders të vorët, ders një qa, edhe në darsën, ne keni morë ders të kalzu. E shtaj, më stidolët mi shumë, po si të ngojnë faliminerë, nuk në ngojnë apet faliminerës, mas shumë të faliminerë që ka nafë. Pse se darsë ma vetë nuk bëhët me njerëzi, e dash inshallah Zoti i shpërblen për se cilën hapë që e kanë bëhë. Atë për punën e altonit, Allah i shpërbleft, ama ka përcit ma e. Qëtaj, me po me atë që të një kuna një vila atar, kër shkoj shpjanik, do të hapë me poj pishti se s'ku pa por gjivata. Inshallah Zoti ka drejton. Suna, kujeve suna. Ha? Dhondre s'peshof, dikun apiteje s'peshof, api stupi. A e droni venet me dhondre në apitën. Dirte të karikja dhondre të dalit e Sadver, se pas të po heqëm në të dhondre. E pas të promashit krejt, dhe me kemi kokëshit një defekt, problem, okej. Tere sa më zjerë dhondre se ma se ndërsa nga prejkët. A ka shku gatë? A pa, se njëherë tash brave, sa mirë erdhondre, se da një kun shkojnë në përdasma, masit në hajnë në bukur kur që erdhondre, po shka për në duhet mo, në po shkojnë në shpirë mo, ama e ka po si bura së ka dhe herët ka. Zoti është përbletë që shumë. E ku pasën e një kusheri, ama i kusherini janë pak si i vokë të të. E dini shka është i vokë. 15 dakika në 2 majtë të të. Ose në shkupi të 5 dakika në 2 majtë. E tash ajë ku interesohet që i kurtin dhondra shka dhëtë me bo. Jo një përka dzoj këtë atë procedurën, tash mas për herë dush mi falin atyre qate, na filin namaz që Allahu Gjilar ta ka mundësua për tënë që halal me njësë jetën. Edhe birë, procedura qera, qëtaj kur ka hinje, ja ka njësë mi falin dyre qate namaz. Edhe masi jep selam, këshira, mos po kesh nusja, ja, rang, hisë po kesh. Dhe të me sopës më pasën bo ka dukt i falin edhe në 2 qera. I falë edhe ato 2 qera, apet ajo s'po jep të një qera, kuptën, ama tu falë, për janë njësë me kesh ka pak, kuptën. Kur për jep selam, ajo apet vramë për një. Kur masa nena, alikum selam gondër, po është gërgër. Të Macedon të kanë një lafë, thënë zet, ka komerë. A morë vesh. Më konë gondër, edhe më konë edhe ministër, 2 herë metë. E inshallah Allah të vanë nësit bënsh si bekimi ministër. Kur po jep selam Hasan, ajo apet s'po jep qire. Kur janë nisi për sretët, aho t'i qëramë. Dha nuk kanë kipja kanë, kipja kanë ka s'kanë, e kishtë alashin kipja, e mërësh. E përshëtan si ka thonë qire. Isa, mos haro kipja është pisoj. Pse e martu ti, mos o banë si ti për shkupi. E kishtë dru kipja, e kishtë bro ka shkupi. E ti mojë kipjen, ka mekja se a gja kipja të këtë. Mës t'i dalashit të rëshate. Se shumë disa banur, pësit kohën dhondër, masën e i dalashitin e të. Jo kipjen e dalashit, jo palet i dalashit, jo punën e dalashit. Se thot, ti kejt vazhdoj që shi ke pas, veç edhe një sen dush me pas parasysh, ta që kjerë një dos tjetës, e Allah i të ashtron në riskin hala ma shumë, se Allah në Kur'an thot, i jekunu fukara e yugnihim Allahu min fadli. Nësë janë të vëbek, Allahu të gjilat i pastrunon prej mirësijës tina pëse se a bon veti dyti. Inshallah Allahu të gjilat tje bere qëtë. Atëherë pro, e këtënë një lahi, pas taj vazhdojnë në përsëri me da një këshirë tjetër, inshallah pida një hoqës radhës. Urnani. Shqipërin e dua se jam shqipëtar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërin e dua se jam shqipëtar, Kosovën e dua se jam kosovar. Jetar jet por koham shkelem, malim djek për mamadhene, gjithë
zëmër do t'im baje, si di syt nuk mund t'im daje, kush përçan mirë le ta din, pa Kosovë nuk ka Shqipërin, Shqipërinë tua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar, Shqipërinë dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Faleminderit për këtë këngë, e kisha pas një propozim me shpi aty, Maqedoninë e dua se jam Benali. Se se në aspektojnë a Maqedoninë, hiç kanë më najmor shpi. E nëse dojnë ata një send me pas, do të shpije në Kojka. E kur ta shtish në Kojka, na shqiptar zotë në historinë e mojna me Kojka. Pëtëm se fitojnë me lezuet, edhe Shkupi o Lezën, aponën, kryeqyteti i vilajetit. Kula ta Marisa, qashtu, se Kosovë, se Kosovë pakës, Dardanina është pak më e modë. E da njëherë në shumë të fërë mund jenë programe dhe Maqedoninë, se vepi se jema me Nalifë. Mos vjen nga dikush një histori që nga qipë i vendit dhe mas e ku përme, inshallah zotin anë. Ati, e shkupin. Super. A banë tonë dhe pjata të dojnë në sirë. E kena nga një plaku më për Ahmet, dhe ta në shëtarit atje. Aje që i kene, ka dhe shumë më ambetin që i këtë me grënë e vetë. Po, e na të ri, një ditë e vetëm kja morë në recetin, o gja begjet. Qysh mundu për shëmbaj 50 vjetë e rifi me grënë e vetë, kur s'ka pos të lashe ishë. Na sot martomi njësët, shkën atë hoxha, hoxha s'po shkon më ambetin qka. Po, ku e morë veshit s'po shkon, adë se këtë joftin zonit, s'po shkon. Aje 50 vjetë s'ka pos problem ishë. E tha, mua tira ka filan, a ban me nga ka zhiti qatë recetin, qysh i këtë mund ti që me shëshën tonë mësë me pas kur problem. Haji Sherif, shumë plak i meqëm. Ta këshire tha, gratë i kanë flokët e gata, men të shkurta. A thoi qysh nuk kanë? E tha, ju kur njështë për njerëzve shka i kanë men të shkurta me moj shumë sejnë e men. Pa ato s'mojnë men shumë. Jo foli qetina, jo mos i foli qetina. Jo që të banë me shku, jo që të zbanë me shku. Jo që të halal, jo që kjo haram. Jo fale sabon, jo mos e fale akshon. E tha, ku mi mojtë me gjënoj? Unë e tha, kur kum hinë, do në dhe 3 sene. Tha, nuk që e palu më ati. E në gjok ha. Na që shtu puna, tha ta një qenë qëtë. Unë e kënusi ti pula. A u mërën vesh? Qëre, a i kënus, ajo pula. Kush kënon? A kënusi kënon a pula? A përzis për nuk të mund të... Për që da i do kënus më bon. Isa, ti kënusi, ajo pula. A u mërën vesh? Po, tha u mërën vesh. Po tjetër, unë e tha bam ti hiq. Ha? Unë sot është ti bamba, jo bamba. Unë e tha bam ti hiq. A u mërën vesh? Ta, po, u mërën vesh. Unë e tha me fol, ti me shumë. A u mërën vesh? Po, ta qera ketë janë tua. E tash, 3 seni më banë bëndë se cili. A ma si tja banë shumë ka vëllaksene, ma se nga se banë bëndë. Begjet, kënos më thonë, për këtë. Lexojsha dikon a butën në histori për Tirmidhiun, a i veç kënusa kishan. Në ato homë që si pula Slovenijës, me ka qika të rash, i na bon si pula të bon, Allah i taj fatë kësurët i shanë. Veç kënusa me homë, mërë veç. Dhe thëtë, mësë ha pulë, se cila është pulë, më gotov. Përfondon puna jote, kariera jote, pisodit, gotov më. E inshallah Allah dhe gjilat tjetë mirësi, edhe muhabet. 3 sejnë ato qerat, a të ndreqë, je mekin me krepa, pa krepa. Nëse prish ma betin për një pasur. Se den qashit me 2 euro, knashë kanë pasur. A prishit ma betin për 2 euro, që të këtë hargjeni ke bon. Ose qajt ka halu, mi qitë qeqerë, po qitë një vetë. Ose ka qitë pak ma shumë, qitë a pak, valë bon të ama. Së prishit njeri me grujnë a pëtën, që qajt se ka qitë, që ma qerën, qitë ma qajt. Po është ka me ta këshirë, do është ta tjeri nuaj ta qetë ronë, e ma se prishit ma betin.
Për këtë arsye, do thotë, do është sitnica, do është me pakshë, me syva, këta duhet me ka përcije. Inshallah, kalon sa më bukur. Zoti është përmbledh, inshallah. A kënola e ka marrë këtë për Izraela, me Rambe, kjo është për patriota, me Krist. Po këto e kina zabra me Krist, ama ta nësi fishek zjarë, inshallah. Zoti ju lutë, inshallah. Bëru. Tret Prizreni mori Shkodën, o hajde të rrimë se Durësin e Tiranën, se na kështu e gëzojnë nanën, unë transpeje dhe gjako, drenit lape dhe rrugo, vjen Deçani, Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjilani, vjen Prishtina, Ferizaj edhe Klina, qëton kalas bashku do të rrina. Kur do të vini mos harroni, o edhe krujen këtu taftoni, qoni lajmë në Gjirokastë, te Belene Mallakastë, Hazmir dit kuksin me thirë korqeno me rëthim, Trastertovën gostivari, tras ulqimin e divari, Bujanovci vjen Presheva, Suhareka e Malisheva, Tongolla ku e Podujeva. Kam thirë plan, kam thirë guci, o te grude dhe malsi, kam thirë dibrën, ogrin strugën, mere leshen edhe pukën, vjen Qamëria, vjen Janina, lumet nas bashku do të rrina, manastirin ka që fjall, gjithsesi unë ka me ardh, gjithsesi unë ka me ardh, se për shkup madhin ka marrë, por një bes ka thane ki, do kur te ju do të kur do të vini dor për dor, o mos harroni shkoni në lor, qon jam lorës një porosi, një flamur leta merë në gjith, të gjithë vllazën edhe motra, e një këtu po na pret votra, një kunot let mervesh gjithë botan pa. Shurin bashko, baj popli shqiptar një Faleminderit, u tut edhe për çava kur përmend shkupja këta. Atëherë në vazhdim do ta ftojmë hoxhin tonë qendrimi, si më i ri kjo xhallate,
se me hadith ashtë të të një bosa i të rritë, a këto në një deru klesë, që të jakë një këshirë, dhënë dhe to, por dhënë një përgjim dhe to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد Gjitha lavdit falëndërimet janë të për Allahu subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për e ti fale dhe udhëzime kërkojmë salavatët, salamat për shëndetit më të begatta dhe pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugët e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Zoti jonë të bareke ve teala, Allahu ton, Isaut, Allahu t'i jep jetë të lumtur, t'i jep jetë të begat, të ruan nga magjia, nga syri i keq, nga çdo send e cila ka mundësi me ja dëmtue jetën atij dhe jetën bashkëtorë. Të nderuar xhamatli, darsma nuk është vetëm ligjërimi, po se kështu ka mbet traditë, edhe kështu po e çojnë derisa ndryshojnë. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu martesën e ka përmendur në Kur'an si një akt i shenjtë. Martesa nuk është një vendim të cilin njeriu e ban shkeleshkot, por duhet të merr vendim i cili do të jetë me pasoja në shoqëri. Një vendim i gabuar ka mundësi e çon këtë shoqërinë në drejtim të gabuar. Andaj Zoti jonë të bareke ve teala kur e përmendi martesën tha: "Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha." Gratë kur i martoni ju o burra, ato gra e morin besën për juve. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, Zoti e ka quajtur martesën besë dhe burri obligohet kësaj bese me nejt pas. Andaj martesa është një lloj besatimi mes burrit dhe gruas, se këta të dy do të përdorin të mirat e trupave të tyre dhe shpirtrave të tyre dhe gjithçka që i ka bekuar Allahu xhelalu me to në emër të Zotit, në emër të Allahut, dhe se do t'ja japin si cëllit tjetrit të drejtat që i takojnë dhe përgjegjësitë të cilat do t'i mbartin. Andaj martesa është e shenjtë në librin e Zotit subhanahu wa ta'ala dhe nuk ka mundësi një burr me e ba halal një gruje derisa t'ja merr lejen Zotit subhanahu wa ta'ala. E dyta që ne duhet ta kemi parasysh e Isai në veçanti sot, edhe këta ata që do të martue, është se martesa është një lloj lufte e pa hapur kundër të këqijave të cilat neve po na rrethojnë. Ne po e shohim të nderuar vëllezër se shumë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam paralajmëruese për të këqijat vetëm se janë shfaq. Andaj sot bota ka një lloj kaosi të madh moral, ka një lloj kaosi të madh në çmimin e njeriut, ka një lloj kaosi të madh në vendosjen e prioriteteve. A është i pari njeri apo është e para kafsha? A është materia apo është njeriu? Kur njeri martohet, i shpall luftë të këqijave, e prej matë këqijave të cilat dëshiron sot globi me u sfidu me ta, dhe ka një lloj trysnie ndaj shoqërisë së shëndosh, është kjo që e quajnë ata LGTB, e cila është me martu burrin me burr dhe gruajen me gruaje, dhe me martu njeriu me kafsh. Andaj kur njeri e merr një gruaje dhe krijon familje vetëm se ka dalë kundër tyre, Allahu kur mos ju mundsoft atyre me arrit sukseset e tyre. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e çmon të shumë martesën. Deri në çfarë drejtë? Derisa nëse dhe njeriu bambe për hir të Zotit, mu mshel për hir të Allahut, e lën martesën, ai alayhi salatu wasalam tha jo nuk pajtona kështu. Sepse martesa e ruan stabilitetin e shoqërisë së njerëzimit. Një ditë për ditë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam i tregoi Aisha radhiyallahu anha se do shokët e tu erdhën pyetën për tyje dhe unë ju kallëzova çka ban ti gjatë natës e ditës, e ata e smadhuan punën tane. Edhe thanë, kjo pejgamber gjunat i ka të falta, e na jena njerëzit thjesht, sa gjuna i bojnë Zotit. Ata ishin 4 djemë të ri. Njani për tërë tha, unë e s'mujnë e mëri, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, andaj tha me baj një jetë, mishin kurse ha. Ai tjetri tha, unë e veç agjeroj. Ai i treti tha,
une veç ka mu falë natën. Edhe i katërt i tha, une tha, nuk martona fare, i përkushtojmë Zotit. Edhe pejgamberi alayhis salam e shfrytëzon të gjithmonë khutbën për t'i merremetu këto defekte. Tha, kam dëgju se dikush akon të une e ka vetë për muë, edhe i ka kallxu bashkëshortja eme për muë, edhe ata kanë thënë, unë s'hamish, tha alayhis salam, unë hamish. Njani tha veç agjeroj, tha unë edhe e prishi edhe agjeroj. A njani tha, unë veç falna natën, tha unë edhe flej natën edhe falna. Edhe ati të katërt ditë çka tha unë s'martona, tha unë martona. Dhe i kishte 9 gra pejgamberi alayhis salam. Pse i tha unë martona? Sepse mos mu martue, dalin këto çka e dini sot, skandal mas skandali, në emër të murgjërisë, në emër të ibadetit ndaj Zotit, ata për çdo ditë shfaqin skandale, të shënuar në historinë e njerëzimit. Andaj shiko, a ka skandale të muslimanët? S'ka. Pse? Sepse sistemi është i shëndosh. Feja e shëndosh. Allahu e ka rujt këtë sistem në përmjet pejgamberit tonë alayhis salam. Andaj kur i riu martohet, i ka shpall luftë këtë këtyre çrregullimeve. E çrregullimi më i madh është kjo çka na po e shohim na. Prej sistemit të cilin po e lufton familjen. Edhe pika e tretë që duhet ta kemi parasysh kur ne krijojmë familje, është se Allahu xhelaluhu e ka bëu dashurinë e burrit me gruajën në natyrshmëri. Eri njeri të njëri prej dietarëve të tabeinëve, edhe i tha, o hoq, djali jot ka rënë dashni, u ka dashuru një qik. Edhe i tha, elhamdulillah, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut. Dhe shiko, atëherë sukon këtë efekti jonë. Po ai sikur me fol me gjuhën e zamanit tonë, tha elhamdulillah, që su pas ka bëu mu dashuru dëri mashëm. Po shqyqin që ka dashuru në femën, e martonat femën. Ama para me na më të dashuru në mashëm, a kjo është prishje e madhe. Andaj dëgjoj këtë hadith pejgamberit alayhis salam, se si pejgamberi sa i trajtonte natyrshmëri. Ka transmetuar Imam Tabarani në Musnedin e tij, nga një shok i pejgamberit alayhis salam, i cili ka pas emrin Khawat ibn Jubayr radhiyallahu anhu. Thot Khawati shku në Mekë me pejgamberin alayhis salam, edhe u shpërndajtën na për shatora. Kur u shpërndajtën na për shatora, thot unë i pash do qika të reja pak më andej. Thot hina i ndrova teshat, edhe shkova nga ta tyne t'ju folit t'ju baj muhabet. Thot tu afrunet e to, ka përcaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe mund bike marrë shumë, sa i kishtë autoritet ma, alaihi salatu wassalam. Tha edhe unë e pitutës, kur më pyti, çka jetu bo Khawat këtu, tha shqeja Rasulullah m'ka hubdevja. M'ka hubdevja në të një devën. Ata në shkoj pejgamberi sallallahu. Thot u këthim me dine, thot edhe kohë gjatë nuk i dilë shakarshit, sepse dhike mare. Thot e kur më shqip këna janë, më dheke, a i gjitë e devët. Serë që ka pojë ka thonë, a i gjitë e devët. Thot edhe një ditë murë mali shumë për pejgamberin alayhis salam, po më dhike mare se në zuni me qika të reja. Unë të batë të dash me inë muhabet me to. Atëherë thot hina në xhamin e pejgamberit alayhis salam, thot edhe po fali namaz. Thot se kish morë për mali për xhamia. Thot dul pejgamberi sa pishpije. Thot edhe unë thash që kjo është pejgamberi alayhis salam. Tha edhe pi marrë thash 5 gati derisa të largohet, që mos bëj muhabet me ta, se kam në vej. Thot edhe unë sa e vona një jetë me zgat, u ul pejgamberi sa dhe tha, tawil ma shitte. Tha, zgate sa dush se unë s'qona. O si ta kishe një jetë me zgat unë këtu jam. Atar thot e shkurtova dhe thash selam. Edhe i thash ja Rasulullah, s'u kanë hub devën, po që shumë pave që shtu. Do është me i muhabet ma të gra. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, Zoti trujt, Allahu trujt, Allahu trujt. Pra he, thot Khawati, kur problemin e grave ta njëtën se kanë pasmo. Kjo hadith, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, argumenton se pejgamberi alayhis salam e ka ditë se animi burrit ka gruaja o shumë i thellë në shpirt. Andaj e trajtoi shumë butë. Aje pasë jo me qika, qëka i tha? Ku e ki devën? Aje pasë çfarë akti është? Andaj pejgamberi jonë alayhis salam donte që muslimanët të martohen, nuk i shkon të natyrës kundër. Andaj kur një sahabi tjetër e donte një vajzë, ajo se donte, çka i thonte sahabeve? Thonte këshire gjunajnë, ky e do, ajo se do.
Do është pejgamberi sa ishte shumë i natyrshëm. E lutim Allahu xhelala që Allahu toni sallët, Allahu t'i jap begati. Ta ruan nga magjia, ta ruan nga sehri, ta ruan nga gjërat e liga, t'i jap evlat të hajrit të se do të marrë hoxhallar e dietar e kontribues për hajrin e muslimanëve. E lutim Allahu te bareke ve teala që Zoti onjë xhelalu musliman kulli Allahu t'i ndihmon, fukara, skamdor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të burgosur, të gjithë Allahu xhelala t'ju zbret nga mëshira e vet, nga përkrahja e vet. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hoxha shëmërëm, Isa mu e ka gjithë derën. Nuk i ka zokë si derë se me shku me gjithë derë qenë. A u bon? Qështu, e morë veç, që taj veç dush me li me kërpesh, e kërpeshin për i qafës, të e edhe më smenon me dikni. Zotë ishtë përbej falderës shumë për këtë këshirë. Kjo vazhdojnë për regjim, se kja Allah se ka gjitha në të derën. E ka gjitha? Mos e pleshareni të gjitha të Zotë ishtë përbej të shumë. Atër e ngojna një ilahi e pastaj në dëgjojnë hoqën e lamës në shumë. Jam shqiptar me pli, zemra plot iman, jam feja islame, sunnet e Kur'an. Kemi shumë armik, si sot e si dje, gjithmon jo pëmgon, kombi me gjithve. Jam Kosova me Shqipëri, jam besnik e por zotëni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thaj shkope kumano, gostivari me të to, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipatar. Jam Kosova me Shqipëni, jam besnik e por zotëni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thoj shkope kumano, gostivari me të to, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipatar. Të lutem o Zot, mbrëmje e agim, dërgo shumë mëshirë mbi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, na dërgo fitore, o Zot sa më parë. Jam Kosova me Shqipëri, jam besnik e por zotëni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thoj shkupe kumano, gostivari me të to, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipatar. Jam Kosova me Shqipëni, jam besnik e por zotëni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thoj shkupe kumano, gostivari me të to, jam me vite gurbeqar, musliman e shqipatar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahu në falenderoj salatet për shëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin
dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Leoni që fillimisht t'ja përhari familjes Fuga e në veçanti Abia Zek, që i thëjmë edhe une i thamë ashtu, për ajtë kofë martesa e djalit, nërsa Allahu ton i sot e pajlutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e kishte zakon dhe thoshte: Barakallahu lek wa baraka alejk wa jama'a bejnekuma fi khajr. Allahu të bekofti dhe bashkëshortën tane dhe ju dhash inshallah të mira nga jeta e juaj. Një ashtu edhe familjes Muharremi ja përhajri këtë darsëm të bijes së tyre, ku lut Zotin e Madh që Allahu t'ju jape mohabet e bereqet e t'ju jape evlat të hajrit. Allahumma amin. T'ju them të drejtën, Hoxha Molla Feridi e hoxhallar të cilët folën e Molla Abdyli e Molla Çemrimi folën para meje, nuk du të zgjas shumë, vetëm se që thash t'ju përshëndes, pasi që është kjo adeti, mirë po Isaut kam dëshirë që tha Hoxha me këshillue. Isa me ka dhu ders, mund është me arë dhe kjo në xhami. Elhamdulillah sot është ditë gëzimi, kështu që për te se pak ma pak, inshallah dhe të majmë, me një periudhë para se me spërhu Allahu Isain, e kum pas kamerman një Ramazan. Inshallah Allahi e shpërblimet mirat e ti, ja Rabbil Alamin. S'pas kum haruajt e bajsa, para 8 vjetëve anon është ki muhabet. Kështu që inshallah Allahu të shpërblim. Dije që Isa që prej këtij momentit ti je bon milioner, o më jo milioner me pare, tu kanë shtu gajlet të dish. E para pun, minjer kam janis me probleme kjo jetë e amëll, e cila është sikur se trandafili, hoxha do më kundërshtu. Pse betu gjallin, me bo me dekti numshja, shka banë, anem pa martua? Hoxha, njeri kur, a e djatë mësime njeri kur tranohet. Kjo do me thonë, ka probleme, po ka probleme tambja. Hoxha, E këto probleme ku shkoj Isa, i kja pse. A pse, gjunoj ka devën atë shkuar tës, Isa, ne dhe ki probleme, a përta në sene. Mire në ama sublava me kalzu, hoxha. E po mi hajde vazhdo. Kun vreti e hoxha se tash ma prishi telin, tha gruje kish vetë burri në hoxha që kish onën një gruje të po muhabet shërdet e ka tek i thot amanit kohë thot, e di thot o burri thot me bon thot me dekun e shkaban, thot pa i sabër e di. E kjo gruje kish onë po me bon me dekun e shkaban ti, kish onë a martohesh ti, kish onë ja vallon e tranona, kish onë a martohesh a më të vetë. Kishon njeri tranum nuk e din shkaban apo kupton. Kështu që si dihet do të njeri tranum. Ti mos u tranoj Isa, inshallah Allah ja të jep një edhe ti edhe bashkëshortës tone. Isa dosha me thonë që jeta bashkëtorë ka probleme, po problemet e bashkëjetesës me bashkëshortën janë të amla, pasi që trandafili nga jashtë është i bukur, pamjen e ka të bukur, aromën po t'i afrosh mi marr erë e ka të bukur. Mirë po, në qovë se ndonjëherë e prejk gjembat, i prejk therat e trëndafilit, nuk dënë të thotë që jeta është qa që edhët. Andaj edhe në martes do të kese dalga, valë të detit, her pas her, mirë po dush me kuptu që detit qëtësohet. Nuk është se e ramën, a në pëse do që shumë në feriti, ka keqë. Na herë ka me ti pa i thonë 3 meqe, 4 meqe, si kjere, jene tash dush me mu paloka pak, a mu me bo sabët. Andaj hoxha të shtohen probleme. Ka dhe në pa nga rejtë, pëtën, ty inshallah nesër. E ato nesër nuk sosën kura, nesër, të nësa ti bajsh parë, pëtën. Veç ma apitin më se prish, nus du jo, po veç du inshallah, pëtën edhe e ka përcenë. Sinqashia koni qajtore, ta rasta xhamia, hoxha të shkrujke qajnë sot me pare, nesër pa pare. Ajo pa pare kur su bajke, sere nesër ma i bike nesër me. Kështu që edhe ti këtë forën e hoxhës mësojë. Si do të shumë, unë të uroj ti inshallah muhabet e bereqet, nuk duhet me zras shumë. Allahu inshallah të begaton, mirë po që shëta dhe hoxha kjo jetë është amël dhe mirë. Edhe Allahu e ka cek dhe ka thonë, kull men harra me zinat Allahi leti e hallehu li ibadi, inna Allahe la yuhibbul mu'tadin. Thuaj kush e ka ndalu të mirat e Zotit të cilat i ka leju, mirë po Allahu dhëtë mos e teproni, innahu la yuhibbul mu'tadin. Për arsye se Allahu nuk e lejon. E thua që sebepi i zbritjes së këtij ajetit ka qenë se një prej sahabive ka vendosur mos të martohet, e Allahu ka zbrit këtë ajet kuranor dhe i ka thonë mos i thuni me bon haram. Andaj elhamdulillah se i ke dhe hoxha qëndrim
edhe o xhallat që duhet njeriu t'i nxisë të rinj dhe të reja të martohen, edhe këshilla ime fundit është, se dhja ki mor lejen se i kom pak në gurbet, edhe prej tashit nuk i me kategorin B, i me C dhe me E, në varësisht që shke mushtue. Kur i kom me B, ki hin krivina që shke dasht. A kuptove i sa? Tash kur ta mish C-ën, unë e hoxha deri në C-ën konte ime, kom 18 vjet i kom pas. Tash mos e vete e kumblia, se kumbli me nënsie ka. Edhe kur t'ishin krivina, ta di shihimet madhe kështu, domethënë tash je me tonazh më të madhe. Allah inshallah të gëzo me fëmijë, shtohet kategoria bosh me E. Ajo E-ja mush edhe me D, hoxha. A ke për autobus D-ja? D-ja për autobus, hoxha i ka krejt. Po, D-ja. E di që Qëta e ka mor E-ën se ka për policën për më. çfarë thashë? Sa po me për policë? Po, Mish me tonazh. C-ën e ka pas piloti. Ja hoxha spajtona çdo. Po. Atëre, kur ta bësh me C edhe me E shtohet në krivina pak më e madh. Tash e kam një çip hoxha, di se po makin ta reklamoj vetë pakos, në krivina pak më ndryshe. Andaj lut Zotin, që Allah të rujë për syrit të kesh të bombeve të këshia, më bëni Allah në shohë se zgata se se pa të ndërmen, pa të ndërmen vetëm me këshilu, po hoxha perit në nguc ka pak e në eshtim e shtu. Allah e rujt këta edhe gjithë hoxhalar, Allah i shpërblej për durimin dhe sabrin dhe koncentrimin që ja patët me në ndëgju. Allah i shpërblej, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah është përblef, me pas dit me knu, da kësha knu, i Allah më shqipni, më stu i marova. Por, ku ta pësoj, inshallah, kam ta knu dhe ne. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun me i thurka bash legendari ti këndoj Adem Jashari ti këndoj. Tash sa vjet se she prej kazin dhe reqakun. Tash sa vjet se she të renicën. Tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet Qo po t'thojnë zoqt e malit dhe bilbilat. Qo po thojnë lule trandofilat. Qo po thojnë kagat thojnë dhe të rimat. Qo shpejt mos rrite varri thot na në lokja. Qo se mja ta fladiti balin toka. Qo se ty të kërkone tan Kosova ty ate. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun me i thurka bash legendari ti këndoj Adem Jashari ti këndoj. E ti them se gjaku i ti është vetë liria që ka në Kosove pri Gjevdrinit kjo liri. Ja fladiti balin trinit, ja fladit. Këtojna hoxhën Omer Bajramin, që ta freskon këtë të bërë. Të da një hoxhën dërua. A kam drejt me në rishë të vegjeti, ajo, ku ta da shqipës dhe në mesinat. Allah është për betë shatë.
Begjeti nuk I ka të rashik me sejnë të asa dyli, po tash pak ma pot për qua, këto sejnë. Zotë është problem. Pardoni, vështë. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, shfrytëzojmë rastin që vllau ton Isait, babës tij, familjes tij, miqësisë tij, t'ua urojmë këtë darsën bekuar duke lut Allahun Azza wa Jall që Allahu çiftit të ri t'i jep jetë të lumtur, t'i jep harmoni, t'i jep bereqet dhe t'i furnizon me pasardhës të hajrit. Amin. Vëllezër nderuar, nuk ka dyshim se martesa është një e mirë e madhe, është një ni'met, është një begati e madhe nga Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall secilit që ja mundson të martohet, secili e mendon dhe e mediton këtë mirësi. Kush është ai I cili e krijoi njeriun? Kush është ai I cili e bani atë në dy lloje? Kush është ai I cili e krijoi mashkullin dhe kush është ai I cili e krijoi femrën? Kush është ai I cili në mesin e miliarda njerëzve e bani një mashkull të caktuar që ta don në zemër një femër të caktuar, të cilët deri dje ndoshta nuk janë njohur fare. E pastaj kush është ai që ati mashkulli I dha shëndet, dhe ati mashkulli I dha familje, dhe ati mashkulli I dha pasuri, dhe ati mashkulli I dha gjithat mirat. Kush është ai që asaj femre I dha shëndet, I dha bukuri, I dha familje, dhe ja dha gjithat mirat. Dhe në fund, Allahu Azza wa Jall ua mundson dy të rive që në halal t'i afrohen njëri tjetrit dhe ta kurorëzojnë dashurin e tyre. E gjithë kjo, a nuk meriton falenderim ndaj Allahut Azza wa Jall? A nuk meriton kjo që secili pas gjithë kësaj mirësie thot Elhamdulillah? E si bëhet falenderimi? Falenderimi nuk bëhet përveçse në këtë mënyrë. Nuk bëhet falenderimi me muzikë, nuk bëhet falenderimi me alkool, nuk bëhet falenderimi bura e gra të përzier. Elhamdulillah, ne jemi krenar dhe jemi të gëzuar si musliman që pas 1400 sa viteve prej porosive që I la Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një popull I cili jeton ka gjatë pas gjithë kësaj kohe, në një vend I cili është me mira kilometra larg, ne këtu mundohemi që të festojmë edhe të gëzohemi ashtu si na mëson Allahu Azza wa Jall dhe ashtu si na mëson Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se ne jemi musliman, elhamdulillah. Ne jemi musliman kur kemi gëzim dhe jemi musliman kur kemi pikëllim. Ne jemi musliman kur kemi ceremoni dhe jemi musliman kur kemi mërzi. Ne jemi musliman kur kemi darsën dhe jemi musliman edhe kur kemi vdekje. Dhe nuk na takon neve si musliman që kur kemi vdekje t'i thrasim hoxhallarët e kur t'kemi darsën t'i thrasim këngëtarët. Ne jemi musliman në çdo rast. Ne jemi musliman në çdo çast, andaj martesa, andaj fillimi jetës bashkëshortore, nëse fillon në këtë mënyrë, pas kësaj pritet edhe harmonia, edhe lumturia. Tha Allahu Azza wa Jall, men amile salihan, kush vepron vepra të mira, min dhakarin au untha, qoftë mashkull apo femër, wa huwa mu'min, duke qenë musliman,
felenuhjennehu hajaten tajjibe. Ne do t'i japim ati jetë mirë, ne do t'i japim ati jetë lumtur. E kush ja kthen shpinën Allahut Azza wa Jall, tha Allahu në Kur'an: men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai I cili ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut, urdhrave të Allahut, librit të Allahut, ai vërtet do ta ketë një jetë të vështirë. Ne e lusim Allahun Azza wa Jall edhe njëherë që Allahu ton, Allahu t'jep lumturi, Allahu t'jep harmoni, gjithë ata të cilët janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta bekon, gjithë ata të cilët janë të pamartuar, Allahu martesën e tyre ta lehtëson. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. E falenderojna Hoxhën Omer Bajramin për të këshilla të bukura të mira. Lësë Allahu më gjëler që më nabon për atyre të cilët I praktikojna këto mësime në për familjet tonë. Zoti ju shpërbleft, ndoshta pak I kemi lodhën me këshilla, por si duket buka po shtrohet, po derisa nuk shtrohet buka, na do të vazhdojmë edhe pak, inshallah me dhënie ilahi. Urnoni, shafi. O Zoti shpis, o mërturi të nera, qito me gzime, o tu që të ndera. O na ke thire, na ke nerue, jena ardhi hiq pa pritue. Se me u të buna e ke madete, ose darës njas bajet vete. E krush që burran e keto de, muhabete dhe qere dojne. O Zoti shpis, o mos prito me thone, a ke prena I dash me ngrone. Ose këto shoke kjo mi qasie, lypin kafe o qaj me pije. E shoje zemra në mërë zotënije, sot kem darë se me jo mërzije. Ose pse Zoti o e kalane, me marnu se qik me dhane. E njani tjetrit kemi dhon besë, Zoti au bekoft martese. E qiftiri o trashin gofshin, jeto me gzime o gjithmon qofshin. O juroj natri e plesh, Zoti uruj prej synit kesh. O dhash Zoti o qika djem, kofshin t'hajrit e shnosh letjem. O me një zona krejt po thrasna, oj Zoti shpis. Hajde more për hajnë darës mjaoje.
E disa ko ishin majnane, disa këna ishin. O ka një letër majnan bi lajte qa ishin. O ka një letër majnan bi lajte qa ishin. E ka një letër majnan për qojnë vilajte. O për 7 vjetë o majnan t'na presim grate. O për 7 vjetë o majnan t'na presim grate. E si t'mos presin majnane për 7 vjetë. O le ti marin majnane burrat pleqe. O le ti marin majnane burrat pleqe. E burrat pleqe majnane, pleqe me mjekën. O inshallah vjen o majnanaj dëvër tjetër. O inshallah vjen o majnanaj dëvër tjetër. Ju bëf mirë të gjithë darka, atër pra kjo me pak me bo muhabet se ju kina shërdu. Faleminderit shumë për respektin dhe për ndëgjimin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh të gjithë. Dil majnan kur të rëzoj ana, shikoj unë zi qysh bajnë drit, dhe je kryt ka përëndimi, qatje gjindë djali. Dil majnan kur të rëzoj ana, shikoj unë zi qysh bajnë drit, dhe je kryt ka përëndimi, qatje gjindë djali. O inane miranon, plakteronan zemër ka, shumë do gjanë në këtë jetë, më shkoj mri në gurbet. O inane miranon, plakteronan zemër